Tempulli i dijes jeton në Breza. 80 vjetë shkolla 9 vjeçare Sherif Nuha Gegusen. Ka vende që mbajnë brenda tyre histori, ka vende që mbajnë kujtime, por ka edhe vende që mbajnë dritën e dijes dhe shpresën e brezave. Një i tillë është dhe shkolla 9 vjeçare Sherif Nuha Gegusen, një vatër arsimi që prej 8 dekadash rrit edukon dhe ndriçon jetën e këtij komuniteti. Është hera e tretë në harkun kohor të 20 viteve që kjo shkollë feston me madhështi për vjetoret e çelës së saj, 60 vjetorin me 12 maj 2006, 70 vjetorin me 26 shtator 2015 dhe si vjet me 5 mars 2026, 80 vjetorin e saj. Historia e kësaj shkolle fillon në mesin e tetorit të vitit 1945, në një kohë të vështirë për vendin, kur arsimi ishte një dritë e re që sapo ndiste rrugët e dijes. Një burr bujar i këtij fshati, Kerim Kadri Molgeci, hapi dyert të shtëpisë së tij dhe liroi ambientet që fëmijët e Gegusenit të mësonin shkrim e lexim. Aty nisi rrugëtimi i kësaj shkolle. Mësuesi i parë ishte mësuesi i popullit Zënun Ram Margjeka, ndërsa për herë të parë filluan udhën e dijes 37 nxënës. Ishin hapa të vegjël, por me një ëndër të madhe, që fëmijët e këtij fshati të kishin librin, shkollën dhe të ardhmen e tyre. Për disa vite mësimi u zhvillua në disa shtëpi të fshatit, në shtëpinë e Ramzogut, Malush Zeqirit dhe Shpend Qerimit, derisa u ndërtua objekti i parë i shkollës në vllaznin Zmal Gecaj pranë Porrojit të Madh, mes Selimajt dhe Lekurtajt. Në vitet 40, 50 dhe 60, shumë mësues e mësuese erdhën nga rrethet ndryshme të vendit për të dhënë mësim në këtë shkollë, nga Gjirokastra, Shkodra, Durrësi, Tirana e qytete tjera. Ata sollën me vete për kushtimin, dijen dhe dashurinë për arsimin, duke lënë gjurmë të pashlyera në kujtesën e brezave. Në vitin 1960, u ndërtua objekti i ri i shkollës në breg të Gegusenit. Kjo shkollë u bë një qendër e rëndësishme arsimi për zonën, ku përveç nxënësve të këtij fshati vijonin mësim dhe nxënësit e fshatit Gri, deri në fillim të viteve 80. Gjatë dekadave që pasuan, nga kjo shkollë mbaruan 7 vjeçarën dhe 8 vjeçarën mbi 1200 nxënës. Mbi 200 prej tyre u bën kuadro të larta dhe qindra të tjerë profesionistë të mesëm që punuan në sektor të ndryshëm të jetës së vendit, në të gjitha profesionet, duke mbajtur gjithmonë në zemër shkollën ku hodhen hapat e parë drejt dijes. Në 70 vjetorin e shkollës, në vitin 2015, u realizua muzeu i shkollës për të cilën punuan me përkushtim Gzim Prengzi, Sadrio Ruçi, Hysni Osmanaj, Sajmir Kalvaj, Shpend Nikoçi, ndërsa financimi u bë nga biznesmeni Xhevit Hysenaj. Shkolla e Gegusenit në 80 vitet e saj përveç mësuesve pati fatin që u drejtua nga mësues nga më të spikaturit të rrethit Tropojës, Mehmet Margjeka, Muharrem Nikoçi, Isa Mulgeci, Gjok Doshi, Ibrahim Lumnica, Gjon Jaha, Nikol Rama, Fran Bushqoka, Kadri Basha, Zeneli Meraj, Ndok Sokoli, Shpend Kuca, Florie Lushaj, Sherif Molosmani, Sadri Ponari, Ferhat Ponari, Halil Zeqaj, Bislim Demushi, Elezi Meraj, Isa Nikoçi, Agim Demushi, Sadrio Ruçi e tjerë. 10 vite më pas, në mars të vitit 2026, shkolla 9 vjeçare Sherif Nuha dhe i gjithë komuniteti i Gegusenit u zgjuar në fest. Në kuadrin e festës së mësuesit dhe 80 vjetorit të shkollës, u ringrit muzeu i shkollës dhe u hap biblioteka e re. Sot ai u rikthye më i bukur, më i pasur dhe më domethënës fal kontributit bujar të ish nxënësit të kësaj shkolle, zotit Dritan Kapiti.
Përzemërsisht për iniciativën, profesor Sadria Uçin, profesor Gzimin, Shpëtimin, drejtorin, Petrit Prengzin dhe gjithë mësues që janë aktual këtu, që morën të nismë kaq bukur për të realizuar muzeun e shkollës, ku përfshihen të gjithë nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit që kanë qenë në këtë shkollë dhe vazhdojnë të jenë për të edukuar brezat në vazhdimsi. Urime e gëzofshi muzeun, jam shumë mirënjohëse që ju rikujtoni dhe në mënyrë të veçantë e përshëndes drejton kapitin që ishte i gatshëm financiarisht, por dhe moralisht për ta sponsorizuar këtë aktivitet kaq të bukur. Drejton kapiti, ishte nxënës i kësaj shkolle, banor i Gjusenit, ka rabos që të investoj për muzeun, bibliotekën dhe kopshtin e parashkollore në shkollë. Jam drejton kapiti, kam le rrit në Velish Gjusenit. Jam shumë i kënaqur që më dha mundësia me kontribue sadopak për ngritjen e muzeut. E falenderoj gjithë pjesëmarrësit, në veçantë Gzimin që më ka mbështetur që ditën e parë që filluam këtë udhtim. Bëmi punë jo të vogël, po të paktën ja arritëm me bëj diçka të mirë. Faleminderit për gjithë. Zoti e bekoftë Gjusenin. Gzimin nga Ramazia ka hapë shkollën mas pari në Shpëteni. Ka konë burri mirë, jem konë, nuk e mbaj ma mësën zërën si jem konë. Mësën si parë nga të shkollë jem konë, une. Së që janë gjallë nga 37 zënë, janë vetëm Hamid Shahimi dhe Zënel Meta që jeton në plan. Unë jam i parë në zanë nga fshati i Gri që kam ardhur në shkollën shtatëqare në Gjusen, të klasës 7. Pas me kanë ardhur Shilusha, më thënë më radhë, me shmenje e këtë radhë. Që unë kam nostalgji për këtë shkollë dhe për këtë vend. Unë po e kujtoj sot me shumë respekt dhe shumë nderim. Dhe faleminderit organizuesve dhe personalisht profesorit Gzim. Unë jam Shpen Kuca, kam punuar rreth 8 vjet në Gjusen. 3 vjetë e gjysë drejtor shkolle, 4 vjetë e gjysë mësues, të marrë nga vëra mësure, marrë u bjekimi në shkollën e institutin 2 vjetarë, dhe kom punuar një kohë gjatë, e kom kalu shkëlqyshëm, e janë kanë nxënës të mirë, mësues të mirë, e prindërit të mirë, e njerëzit të mirë. Jemi vlerësuar për pjesëmarrjen në këtë element. Ju falenderoj për ftesën, ju uroj tonat mirat dhe falenderit për organizatorët. Falenderit shumë. Krenar për t'i babi, si pasas i familjes Qeri Kadris, ku hapet e shkolla e parë në fshatin e Gjusenit. Përshëndetje, jam Besen Gjunaj, nipi Xheladin Gjunaj që ka kontribuar gati një gjysmë shekull këtu si mësues i shkollës Sherif Nuha Gjusen, edhe jam mirënjohës edhe për gjithë profesorat që kanë kontribuar në këtë shkollë, edhe për ngritjen e këtij muzeu që bëhen mundur nga shumë financimin që ka bënë mundur nga drejton kapiti, edhe nga Gzim Prengzi, Mirjeta e Meraj, Fatjuna Mulgjet, si Sadria Uçi e gjithë tjerë të sadopak që kanë bënë mundur realizimin e këtij muzeu dhe bibliotekës shkollës Sherif Nuha Gjusen. Faleminderit. Unë jam Qell Shpati, mjerish ndër kuadrat që ka punuar në Gjusen për 4 vjetë. Unë njohën e parë kur shkova atje në punë e bona pikërisht me mësues të kësaj shkolle që sot jemi mbledhur këtu për të festuar 80 vjetorin dhe njëkohësisht hapjen e një muzeut model në këtë shkollë. Unë falenderoj të gjithë ata që u morën me këtë punë, i falenderoj për ftesën që më bëhet, sepse shohim që këtu ka kulturë, këtu ka dije, këtu ka shkencë, këtu ka që ajo duhet përhap në gjithë rrethin e Tropojës, sepse pa kulturë nuk ka jetë. Falenderoj Gzim Prengzin, i cili ka bërë një punë shumë të mirë këtu në këtë muze dhe gjithë ata që kontribuan, në mënyrë të veçantë ata persona dhe ai person që kontribuoi financiarisht për ngritjen e këtij muzeu të mrekullueshëm.
kur shoh këtë muze dhe shoh në këto fotografit e këtyre mësuesve të mrekullueshëm që unë njoha personalisht në ato vite, fshati Gegusenit është ndër fshatat më të bukura, më bujar, më mikpritës, më të mirat që ka rrethi. Dhe unë jam shumë mirënjohës për respektin që ata patën ndaj meje gjatë gjithë kësaj periudhe. Në këtë shkollë unë pata mundësi që nifem më mirë me mësuesit e tyre, sepse edhe kisha vendin ku unë flinja dhe ruaj respekt veçantë për gjithë ata mësues që ata kontribuan për gjithë ato vite që unë qëndrova aty në këtë shkollë. Dhe kjo punë që ka bën kjo shkollë duhet përhapet mundësisht në të gjitha shkollat e rrethit të Tropojës, sepse hapja një muzeu është hapja një kulture të re e një dokumenti të pashlyer kur në jetën kulturore të një shkolle edhe të një vendi. Me mësuesë Shefqel Demushi, për këtë ambient ka investuar Drejtori Kapiti, të gjitha këto mjete që i shohim këtu, i ka investuar sikurse edhe për muzeun dhe për gjëra tjera për shkollë, i ka sponsorizuar Drejtori Kapiti. Ishte nxënës i kësaj shkolle. E falenderojmë shumë respekt ndaj tina. Jem shumë mirënjohës për Drejtorin Kapiti. Kena mbledh për të bërë këtë përhorin të muzeut në shkollën nëndjeqare Sherif Nuha Lëkurti. Për organizimi këtij tubimi, një falënderim e veçantë për kryetarin e bashkisë Rex Biberi, për nënkryetarin e bashkisë Abedin Karnaja, për drejtoreshën e zyrës vendore të arsimit Shot Bashi, që na ndihmuan, kontribuan për ringritjen e këtij muzeu në fshatin Gegusen. Një falënderim i veçantë shkon për Drejtorin Kapitin, që investoi për rregullimin e dhomës së muzeut e gjitha pajisjet e tina. Një falënderim i veçantë shkon për drejtorin e shkollës Petrit Prengzi, për mësuesit e shkollës dhe gjithë ata që kontribuan për të organizim të manifestimi shumë të mirë. Kjo shkollë ka dhe 30 vjetorin e krijimit sa që u va për të parë, para 20 vitesh ne kemi 60 vjetorin, më vonë 70 vjetorin, e sot kremtojmë edhe 80 vjetorin në hapje shkollës parë në fshatin Gegusen. Ky aktivitet organizohet kuadër 7 marsit. Me këtë rast, uroj gëzuar festën e 7 marsit gjithë mësuesve të shkollës nëndjeqare Sherif Nuha Lëkurti, si dhe gjithë mësuesve të rrethit Tropojë. Urime e gëzime gjithmonë paqen e festa tilla. Faleminderit. Ftesën tonë në këtë ditë të veçantë dhe shumë të shënuar për shkollën tonë. Unë jam Fatjona Mulgeci, Çikali Mulgecit, ish nxënëse e kësaj shkolle dhe ju uroj mirëseardhjen të gjithëve. Ftojmë drejtorin e shkollës për të vazhduar këtë festë, këtë gëzim shumë të madh për të gjithë neve. Të nderuar mësues, nxënës, prindër dhe të ftuar të respektuar. Nderuar drejtoreshë e zyrës vendore Simore Shot Bashaj, i nderuar nënkryetari i Bashkisë Tropojë zoti Abedin Karnaja. Sot është një ditë e veçantë për shkollën tonë dhe gjithë komunitetin Gegusenas. Hapim dyert e muzeut të shkollës, një hapësirë që ruan historinë, kujtimet dhe kontributin e brezave që kanë kaluar në këtë banka. Ky muze është dëshmi e punës, përkushtimit dhe sakrificës të mësuesve ndër vite, si dhe arritjeve të nxënësve tanë që kanë lënë gjurmë në komunitet e më gjerë. Çdo fotografi e dokument këtu tregon një histori suksesi, përpjekje dhe dëshirë për dijen. Le të shërbejë ky muze si frymëzim për brezat e sotëm dhe të ardhshëm që të vlerësojnë të shkuarën dhe të ndërtojnë të ardhmen. Falenderoj të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij projekti të rëndësishëm për shkollën tonë. Një falenderim i veçantë shkon për bashkëshortarin të djalin e Gegusenit, Drejtan Kapiti, që bëri të mundur rihapjen e muzeut dhe ta bashkojë ne sot. Kontributi juaj Drejtan do të mbetet pjesë e përhershme e historisë së shkollës tonë. Në prag të 7 marsit, uroj gjithë kolegët gëzuar 7 marsin. Suksese në misionin tonë fisnik. Në fund, një homazh
pra ata mësues të Gysenas dhe jo ke Gysenas që nuk jetojnë më, por që nuk jetojnë, por dhanë gjithçka nga vetja e tyre për brezat të tërë, i përjeshëm kujtimi i tyre. Gëzuar 7 Marsin, gëzuar hapjen e muzeut të shkollës. E nderuar drejtërish e zyrës arsimore Torpoj, zonja Shëtbasha. I nderuar nënkryetari i bashkisë, zoti Abedin Kërnaja. Të nderuar ish drejtues e mësues, ish nxënës dhe pjesëtar të nderuar të komunitetit Gegusenit, pjesëmarrës të nderuar. Të nderuar familjar të mësuesit të parë, drejtues të shkollës Zotrin Kadri Basha, Shpem Kuca, Sadi Ruçi e tjerë, si dhe pasardhësi i mësuesit të parë Zenona Magjeka, që është Drini Magjeka. Mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë në prag të 7 Marsit, festës së mësuesit dhe arsimit tonë kombëtar. Sot shkolla nëntëvjeçare Sherif Nuha Gegusen hap në krenari dyert e muzeut dhe bibliotekës së saj të re, duke shënuar njëkohësisht edhe të drejtorin e çelës së kësaj vatre të dijes në vitin shkollor 1945-1946. 8 dekada më parë, në shtëpinë e patriotit Qerim Kadri Mulgeci ulën për herë të parë 37 nxënës për të mësuar ABC-n në udhëheqjen e mësuesit të popullit Zenona Magjeka. Aty nisi një histori drite që nuk u shua kurrë. Gjatë këtyre 80 viteve, kjo shkollë u bë dje parsimi për brezat të tërë nxënësh nga Lekurtaj, Selimajt, Gria e Mergjer. Në bankat e saj dhanë mësim jo vetëm mësues torpojan, por arsimtar nga Gjerghastra, Durrësi, Shkodra, Tirana e qytetet të tjera të Shqipërisë, duke kthyer Gegusen në një urë bashkimi përmes dijes. Mbi 1000 nxënës kanë kaluar në përklasat e kësaj shkolle. Mbi 200 prej tyre përfunduan arsimin e lartë dhe qindrat të tjera arsimin e mesëm, duke shërbyer me përkushtim në çdo cep të vendit. Nga kjo shkollë dolën mësues, oficer, ekonomist, inxhinier, mjek, jurist, artist, gazetar, shkrimtar e poet. Njerëz që me punën dhe ndershmërinë e tyre i dhanë një nder jo vetëm familje, por edhe vëllërisë së tyre. Muzeu që përrojmë sot është një ringritje kujtesës sonë. Ai u bë i mundur fal bujarisë dhe mirënjohjes së nxënësit Drejton Kapiti, i cili me djesën dhe punën e tij arriti sukses dhe sot rikthehet për të investuar në shkollë ku mësoi vet, ku mësuan babai, vëllezërit dhe të afërmit e tij. Këtij financimi ju bashkuan me përkushtim të rrallë dhe mësuesit Gegusenas Mirjeta Imeri, Fatjona Mulgeci, Fatbardha Mulgeci, Gzim Brengzi dhe Sali Ruçi, të cilët punuan me dashuri për këtë muze me një tempull si një tempull i memorisë sonë. Nuk është hera e parë që kjo shkollë dëshmon mirënjohje ndaj historisë së saj. Në vitin 2015, të 70-ore në themelimit të shkollës, u ngrit muzeu i parë i këtij lloji në Tropoj, i financuar po nga ish-nxënësi dhe biznesmeni i njohur Xhavet Jusenaj. Sot ne e vazhdojmë përsëri këtë traditë festike. Krahas muzeut përrojmë edhe bibliotekën e të shkollës, fryti i bashkëpunimit për shoqatën për kulturë dhe letërsi Tafil Kalimendi Malishev, e pasuruar me botimin nga poetë të Kosovës dhe Tërpojës. Biblioteka është zemra që qet brenda shkollës, është vendi ku fjala bën dritë dhe mendimi merr krah. Muzeu dhe biblioteka janë më shumë se mure e rafte librash, ato janë kujtesë dhe frymëzim. Muzeet janë kujtesa gjenetike e kombit, ato përcjellin brezave rranjët, sakrificat dhe ëndrat, duke i ftuar të ecin përpara pa harruar nga vinj. Sot ne nderojmë mësuesin e parë, Zenona Magjeka, dhe gjithë arsimtarët që për 8 dekada mbollën dijen e Gegusen. Nderojmë nxënësit që rrezatuan dritë dhe detyrë gjatë gjithë këtyre viteve. Gëzuar muzeun e ri, gëzuar 80 vjetorin e shkollës Gegusen dhe faleminderit që keni ardhur të gjithë. Fjala i kalon zëvendës kryetarit të bashkisë, zotit Abedin Kërnaja. Përshëndetje për gjithë. Unë dëshiroj që përzemërsisht të përgëzoj të gjithë grupin nismëtar i cili ka punuar pa u lodhur për ndërtimin e këtij muzeu. Edhe një herë një falënderim të veçantë jo vetëm në emrin tim, po edhe në emrin të kryetarit të bashkisë zotit Rreç Beberi, i cili për arsye pune nuk mund të ishte sot së bashku me ne. Më vjen mirë se është pasqyruar një trashëgimi e rëndësishme e punës pa lodhur të mësuesve tuaj, të brezave të kaluar, e cila patjetër duke qenë tashmë në strehen e kësaj shkolle, do të jetë më afër brezit të ri dhe do të trashëgohet nga brezi në brez. Dëshiroj të nderuar mësues të kësaj shkolle, të uroj suksese dhe mbarësi në punën tuaj. Nxënësve tuaj të dashur, suksese kudo. Le të jenë shërbëtorët e arshëm të vendlindjes tyre, por dhe të gjitha dheut tonë. Edhe njerë suksese dhe mbarësi. Dhe një falënderim i veçantë edhe për dritanin i cili ka kontribuar për ndërtimin e këtij muzeu. Edhe njerë suksese, gjithë mirat për ju.
Gjithashtu, drejtoresha e zyrës vendore arsimore Tropoj ka fjalën. Përshëndetje të gjithëve. Për mua është emocionues se sot jem në Gegusen, në prezencën e gjithë ju Gegusenas, por dhe jo Gegusenas, që ndoshta kanë shërbyer në këtë shkollë ndër vite. Kjo ditë, ngritja e muzeut të shkollës, përkon me javën e festave të 7 marsit. Pra është java e aktiviteteve ku gjitha shkollat festojnë dhe kujtojnë festën e mësuesit. Unë jam në vazhdimsinë e historisë këtij muzeu, jam shumë falenderuese për profesorin Sadrio Ruçi, që ka kohë që flet për ngritjen e këtij muzeu. Do ta ngrem sot, do ta ngrem nesër, po puna ka vazhduar çdo ditë. Po ashtu shpëtimin, drejtorin e shkollës, Petrit Prengzin, Gëzimin dhe gjithë mësuesit aktual që janë sot në këtë shkollë që kontribuon në mbledhjen e informacioneve në sistemimin e tyre, por që muzeu normalisht është i hapur sepse informacionet nuk mund mblidhen përfundimisht. Ato vazhdojnë, besoj kështu do jetë për këta që janë organizatorët e muzeut. Unë falenderoj shumë sepse historia e Gegusenit dhe e kësaj shkolle është shumë e madhe. Falenderoj ndër vite të gjithë ata nxënës e ish nxënës të kësaj shkolle që kanë mësuar, janë edukuar dhe sot janë dikushi në gjitha trevat e Shqipërisë dhe mëtej. Është shumë e madhe. Një falenderim vjen edhe për financuesin ish nxënësin Dritan Kapiti, i cili bëri të mundur realizimin e këtij muzeu nga ana financiare, por mund të them më mirë morale. Unë du të them, gëzuar muzeun, ky muzej përkon në 80 vjetorin e kësaj shkolle, dhe kjo është rëndësishme, dhe ju thash edhe një herë javën e festës të 7 marsit, ju uroj gëzuar 7 marsin, ju uroj paçi, gëzime dhe festa gjithmonë, ju mësimdhënës, ju që ishit mësimdhënës, ju që ishit nxënës dhe gjithë Geguseni, gëzuar. Ftojmë një ish drejtar që ka qenë para 55 vitesh, zotin Kadri Basha. Para 55 vjetë në këtë shkollë kam qenë drejtues. Por ju thëmë me bindje që është viti më i mirë i jetës ime si mësuese, si drejtor të 20 vjetë, ku nuk kom pas asnjë fjalë të keqe me nxënës, me mësues, as me prind. Për mua Geguseni metet i lavdëruar dhe i lavdishëm për jetë. I kujtoj me shumë respekt ish kolegët e mi që tash nuk jetojnë, si Samuel Gjeci, Gjeladin Gjoni, e tjerë që s'poj përmendim me emrin. Kanë qenë mësues të dalluar edhe shumë të mirë. Për mua, kontributi atyre që kanë ndërtuar këtë muze është shumë i veçantë. Janë për të respektuar ata mësues, edhe janë në pension si Sadri Ruçi, edhe ata që vazhdojnë, që kanë bërë një punë kaq të lavdishme, kaq të mirë, që sot e kanë bërë shkolla me kapacitete shumë më të mëdha se kjo shkollë. Ju uroj shëndet gjithë fshatit Gegusen, gjithë mësuesve, paqi, lavdi gjithmonë. Ju faleminderit. Zoti Abedin Karnaja ka me dhuru një fletë falenderimi Zotit Dritan Kapiti për kontributin që ka dhënë për ngritjen e këtij muzeu. Bashkia Tropoj i jep certifikat mirënjohje Zotit Dritan Stak Kapiti me motivacion për kontributin financiar në pasurimin e vlerave historike dhe kulturore të Gegusenit në muzeun e shkollës nënveçare Sharif Nuha Lekurtaj, kryetari i bashkisë Rexh Byberi. Është rasti ta falenderoj edhe një herë për kontributin që ka dhënë për ndërtimin e këtij muzeu, por është rasti
të përcjell një falënderim për gjithë ata bie e bija të Gëgjusenit që kanë dhënë kontribut ndër vite për Gëgjusenin dhe vendlinin e tyre. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj të gjithë ata që morën pjesë për rindërtimin e këtij muzeu, që më mbështeten, Zoti e bekoft Gëgjusenin, Zoti e bekoft Shqipërinë. Tani kemi 3 nxënëse të kësaj shkolle, të cilat kanë përgatitur disa pjesë me rastin e festës së 7 marsit. Erdha prap në shkollën time, mbaj në zemër një mall të madh. Në mes nxënësve përsëri më del mësuesi im i parë. Më kujtohen ato vite, si dikur më shoqet shkoja në bankat e kësaj shkolle, unë dije ti mësoja. Të rroj mësuesi i parë, që më mësova ABC-n, që të bëhem vajzë mbar, të punoj për atë. Pati kur mësuesi mi parë në Turqi, dhe unë abetare në laga me lot, në zemër më hyri fytyra e tij, e s'po më hiqet asot. E vogël isha atëherë pak dija, jeta më duke i lojë dhe frem, por nga do që shkoja, kudo që vija, shihja fytyrën e mësuesit tim. Sot është 7 marsi, dita jote e artë, që të deze dritën e dijes në çdo zemër të pastër, me fjalë të ëmbla, na flete, me duri, na mësone, çdo shkronjë, na hap ditaren drejt e botës, si dielli që lind mbi horizont. Faleminderit mësuesja jonë ime. Sot të uroj me milioje gëzuar 7 marsin. 2 festa të bukura të prindërve të mi. Njëra në shkollë, tjetra në shtëpi. Njëra mësuesi, tjetra nënës. Të dyja shkëlqej si drita e hënës. 7 marsin në shkollë, 8 marsin në shtëpi. Të dyja i çmoj, festa t'ju uroj. Mësuesja ime dashur, sa fort që të dua, me shumë dashuri, me mësove mua, me mësove të shkruaj dhe të lexoj, në jetën time kur s'të harroj. Mësuesja ime dashur, sa fort që të dua, me shumë dashuri, me mësove mua, me mësove të shkruaj, të lexoj, të numëroj, në gjithë jetën time kur s'do të harroj. Mësuesja ime dashur, sa fort që të dua, me shumë dashuri, me mësove mua, me mësove të shkruaj dhe të lexoj, në jetën time kur s'do të harroj. Ata gur ngrihen midis barit si plisa të bardh majsorësh. Ata gur që ndrojnë në shinje breshër si kraharor burrash para plumbave. Ata gur të bardh, krah për krah, si burra të lidhur me shok të larme. Ata gur të bardh, krah për krah, si trupat e të vrarëve. 16 gur si 16 burra, krah për krah në jetë e në pas vdekje. Kur të marrë malli për mua, druesi shki myzit në qiell, druesi e nem dritën në hënës dhe hëna mbytet në lotin e saj. Do të çoj përmeden tek ara, qete kuq do t'i mbrej në zgjedh. Në naime pa djalë në vatër, zot shtemali do të habiten, si liron përmeda pa lavërtar. Do t'a vesh nëna një cung të zi, me tiq të barë, me ples të bardh. Armët e mia do t'i varë në cung, të mos duket kulla e shkret, të mos ullet qyqet bikulm. Do t'a shojnë ushtarët e krajlit, cungun me armë në abort të kullës, do të kujtojnë se qenë kam gjallur. Lula qelin sot për ty, nënë bukur si dielli, me dashuri e me zemër, të grotë na push. Çdo ditë me gjyra e me këngë, foca jote na gjithmonë, gjithmonë buzëqeshja jote. Treqon rrugën 8 marsi, të më urojmë me zemër, lumturi, dashuri dhe gëzime pa fund. Mësuesja ime dashur, sa
por që të dua, me shumë dashuri, me mësove mua, me mësove të shkruaj dhe të lexoj, në jetën time kur s'ta harroj. Me viti jam larguar, i dashur atë dhe, por nuk të kam harruar, sa shumë i embëlie, kjo zemër më këndon, për ty o Shqipëri, por prap me lëngon, se je në varfëri. Të falet të dërgoj, këndeku i atë dhe, gjithmonë do të kujtoj, se bien tënde më ke. Ftojmë zotin Xhevet Kalba për një fjalë përshëndetse. Përshëndetje të gjithëve, falenderoj nga zemra gëzimin dhe grupin për muzeu, kur para 10 vitesh më tha gëzimin njëri, më duk si një gjë pa realizueshme, por realisht i arritën. Falenderoj drejtanin, dhe tani po diskutoshim me drejtanin, ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe ne së bashku që të dy kemi vendosur që përveç vazhdimit të pasurimit edhe kontributin financiar për sa i përket muzeut për ta pasuruar vazhdimisht, por edhe një kopsht, pashtu si që kishte studuar dhe Dritani, ne do të bëjmë një kopsht si që ka nevoj fshati Gegjusenit dhe me kushtet që i ka nevoj këta fëmijë, këta bilbilat jetës. Faleminderit shumë përëndësisht Gegjusenit. Faleminderit edhe juve. Nëse ka dëshirë dikush, diçka me thanë, është i ftuar. Mirë se gjaj Gegjusen. Mirë se gjaj shkolla ime, mirë se gjaj në Zanës edhe ishtë të natës. Sa ndjemi e përstrenuar sot, ma zjarë të 4 vitesh të vinë të shohë bankën ku kam ullur dhe ku jam pa ishtë me sebi matur, ashtë ndjemi pak të rënduar, se kur unë isha këtu ishen bi 3 sa në Zanës, sot nga 10 herë ma pak. Të jam përndër në shpirt, mua dhe ju bashkë. Ndaj unë e menoj që Gegjusenit mos ta çojmë, as Gegjusenit mos ta çojmë. Gegjusenit është një histori, ka bërë histori Gegjusenit. Që nga djemë të Gegjusenit që ka bërë një histori, që nga herojt e shkallës grisë, e deri në kohët e sotshme, që nga ngrici flamurit Bekapeti, i gjone, edhe sot, edhe ma vite më parë, Gegjusenit ka shkëlqyer me kuadra të gjitha fushat jetës, në arsim, në ushtri, në akademi, kudo ka pas Gegjusenit djemë të zgjuar të zot. Është një trep shumë e pasur, djemë krenar, që jam dha me ju, djemë krenar që kam bërë shkollën në treve. Ju uroj suksese, qofshi dhe majshi me nërë historinë e këtij vendi. Faleminderit. Gegjusenit është neri i Malësisë Gjakovës, neri i kombit shqiptar. Zemra e Malësisë Gjakovës këtu është, Gegjusen, derisa u hap muzeumi, edhe shumë kuadra si kanë mësuar këtë shkollë të bekume, udhëheqin vendin fshat patriotik. Në emrin të Katunit të Rajs, i përshëndes popullin e Gegjusenit, e kuadrat e Gegjusenit, si gjetëm grasi, gjetëm kultur, gjetëm dashuri, gjetëm edhe bukën e krypen, e kënë da përgjys rajin e Gegjusenit. Koftë bekua këtë rullë, koshin bekua më ta kuadra si kanë dhonë mësime, kanë dhonë këtë kultur popullit Gegjusenit. Lavdi Gegjusenit, lavdi Malësisë Gjakovës, si e ka Gegjusenin në zemër të Malësisë. Jeni të ftuar të gjithë të merrni pjesë te koktejli jon. Është një kënaqësi sepse është një sofër e shtruar me shumë dashuri dhe shumë gëzim. Faleminderit shumë që keni qenë pjesëmarrës të këtij eventi shumë të madh për neve, që ka një domethënie shumë të rëndësishme për të gjithë neve Gegjusenash. More plake ku këndën Gjakova, për dritare gjatë koda, o mane prima shqiptar, i kodhujnë në ruenar. Biblioteka e shkollës u realizua me ndihmën e pakursyer të shoqatës për kulturë dhe letërsi Tafil Kelmendi, Malishev, nga poeti Izet Shala, Fadil Javori, Zymer Zogaj dhe Shefki Krasniqi, dhe poet e dashamirës të librit nga Kosova dhe Tropoja. Për realizimin e muzeut punuan me përkushtim e pasion një grup mësuesish, Mirjeta Imeraj, Fatjona Mulgeci, Fatbardha Mulgeci, Sadrio Ruçi, Besi Gjonaj dhe Gzim Prengzi, të cilët e kthyen këtë ide në një realitet të bukur dhe dinjitoz.
Dita e përurimit i te i kaloi për masat e një ceremonie të zakonshme. Pjesëmarrja e madhe nga Gëgyseni dhe nga shumë vende të tjera e mbushi oborrin e shkollës me emocion dhe krenari. Të pranishëm ishin dhe drejtues institucional, ish mësues e ish drejtues të shkollës ndër vite. Pas prerjes së shëritit nga drejtoresha e zyrës vendore arsimit Tropoj zonjës Shot Basha dhe nënkryetari i bashkisë së Tropoj zoti Abedin Kërnaja, muzeu u vizitua me shumë interes nga të gjithë. Më pas u zhvillua një veprimtarie e cila u moderua nga mësuesja Fationa Mulgeci. Fillimisht përshëndeti drejtori i shkollës Jaho Salihi, Bujan Petrik Prengzi. Në emër të grupit realizues të muzeut foli mësuesi i shkollës Gëgyseni të Gëzim Prengzi. Përshëndetën drejtoresha e zyrës vendore arsimore Tropoj zonja Shot Basha dhe nënkryetari i bashkisë Tropojës zoti Abedin Kërnaja. Përshëndeti ish drejtori i kësaj shkolle në fillimet e viteve 70 Kadri Basha, biznesmeni Gëgysenas Gjevit Hysenaj, intelektuali nga fshati Gri Ramuja dhe nga fshati Raj, përshëndeti Jani Ramaj. Në këtë ditë të veçantë, Bashkia Tropoj ja akordoi zotit Dritan Kapiti një mirënjohje për kontributin e tij të çmuar. Nxënësit e shkollës përshëndetën të pranishmit me një kolazh poetik, plot ndjenjë dashuri për shkollën, ndërsa atmosfera festive u kurorzua me një koktejl miqësor dhe me muzikën e këngëtarit të Gëgysenit Besim Kalbaj. Kjo ditë mbreslëmse na kujtoi se historia e një shkolle nuk jeton vetëm në muret e saj dhe në dokumentat e saj, por në kujtimet e njerëzve dhe në dashurinë që ata tregojnë për vendin ku kanë mësuar të ndrojnë. Faleminderit zoti Dritan Kapiti për zemërgjërsinë dhe për kushtimin ndaj shkollës fshatit. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve që e bën këtë ditë kaq të veçantë. Miru pafshim në veprimtari të tjera për Gëgysenin.